Në qytetin e Korçës, një vajzë ka sjellë një frymë krejt të re në botën e ëmbëlsirave artizanale. Ajo quhet Sotilda Sotiri dhe prej afro 3 vitesh realizon çokolade artizanale të personalizuara, të cilat nuk janë thjesht ëmbëlsira, por vepra arti që gërshetojnë në shijen me estetikën. Pas një eksperiencë në një pasticëri në Tiranë, Sotilda vendosi të kthehet në qytetin e saj të lindjes për të ndërtuar një rrugëtim unik e për të sjellë një risi për Korçën përmes çokoladës. Unë kam gati 3 vjet që realizoj çokoladë artizanale të personalizuara në qytetin e Korçës. Këtë iniciativë kam marrë që kur jam kthyer nga Tirana, sepse kam jetuar gati 12 vjet në Tiranë, kam punuar në për pasticëritë e tjera dhe kam vjetur si zanat. Dhe thash, meqense u ktheva në Korçë, të bëja një risi të re për qytetin e Korçës. Çdo produkt që del nga duart e saj është i personalizuar, nga përbërësit, te ngjyrat e deri te forma. Shumica e klientëve preferojnë buqetat me lule prej çokolade, me shije të ndryshme, një punë që kërkon kohë dhe përkushtim. Çdo realizim i imi është në bazë të kërkesës së klientëve. Si në realizimin e çokoladës që dëshiron klienti, si në realizimin e ngjyrës së çokoladës, patjetër dhe në shijen. Sepse jo një klient nuk është njësoj me tjetrin. Shumica e klientëve preferojnë buqetat me lule prej çokolade, me shije të ndryshme dhe patjetër që do jemi në shërbim të klientit. Një nga çokoladat më të preferuara është çokolada Dubai, një kombinim i 2 llojeve të çokoladës me mbushje fistiku, arre dhe kadaifi. Për të çokoladave, Sotilda realizon edhe konfeta për raste të veçanta si dasma, pagëzime apo baby shower. Çdo produkt kërkon kohë, detaje dhe shpeshherë shumë sakrificë. Marrim që në realizimin e parë, që mund të jetë çokolata që është më në modë, që është çokolata Dubai. Çokolata e Dubai realizohet me 2 lloj çokoladash, çokoladë e zezë, që është 100% e zezë, dhe çokoladë të qumshti. Pastaj, mbushjen e bën jo në bazë të shijes së klientit, por në bazë siç është në modë me stika, ara dhe kadaif. Domethënë përveç se në një pasticëri tjetër mund ta bëj vetëm me fistika dhe domethënë kremin e fistikut, unë e shtoj edhe arat, sepse i jep shije. Një çokoladë Dubai mund të vejë gati 20 minuta në realizim, ndërsa çokoladat më të vështira janë buqetat me lule, sepse jo çdo lloj lule ka të realizimin e vet, sepse bëhet me minutazhe të ndryshme. Për shembull, në një buqet të lulesh që mund të jetë 10 lule, një lule minimumin e do 10-15 minuta realizim. Pastaj kemi edhe konfetat që mund të bëjmë për realizimet e dasmave, pagëzimeve, baby shower apo zbulimin e gjinisës, dhe këto mund të marrin gati 20 minuta, 30 minuta një konfet. Sotilda tregon se çmimet variojnë nga 200 deri në 500 lekë të vjetra për një konfet, ndërsa buqetat me lule fillojnë nga 1000 lekë të reja. Kjo bën që një pjesë e klientëve të stepen, por ka shumë të tjerë që tashmë prej 3 vitesh janë kthyer në klient besnik. Ka klientë që janë të kënaqur, themi të vërtetën. Ka klientën edhe pse nuk janë të kënaqur. Ti do thuar pse nuk mund të jenë klientë të kënaqur. Sepse ka klientë që pse bazojnë edhe në bazë të çmimit, domethënë mund t'ju pëlqejë si produkt, mund t'ju pëlqejë si çokoladë, sepse është kot nuk i thon art në çokoladë, por stepen edhe nga çmimi. Ka klientë që janë besnik, sepse derisa neve kemi 3 vjet në qytetin e Korçës që po operojmë, patjetër që kemi klientë që mbeten të kënaqur që porositin gjithmonë. Në çdo konfetë fillon nga 200 lekë të vjetra, konfetë themi, për shembull një konfetë pagëzimi apo një konfetë qërasje për ditëlindje apo një konfetë për dasma për qërasje, nga 200 lekë të vjetra, 300 lekë deri në 500 lekë. Ndërsa nga buqetat me lule fillon nga 1000 lekë të reja dhe pastaj baret në bazë të porosisë së buqetës. Megjithatë, ajo që e bën më të vlefshëm çdo minutë të kaluar në punë është reagimi i klientëve. Me 2 universitete të përfunduara, Sotilda ka zgjedhur një rrugë që për të është më shumë se një profesion, është një pasion që ushqen çdo ditë me dashuri dhe kreativitet. Patjetër është çokolada shprimare. Dikush mund të më thotë me 2 universitete dhe je futur një arti tjetër ose një zanati tjetër, e kam për krenarie dhe jam shumë e lumtur. Edhe pse të merr shumë kohë, shumë lodhje, thjesht kur ja shpje porosinë klientit dhe të dërgon mesazhin thotë të lumshin duar dhe mbeta shumë e kënaqur, atje ndjej emocion edhe gëzohem pa mas. Në një kohë kur gjithçka duket e prodhuar në seri, është frymëzuese të shohësh të rinj si Sotilda që zgjedhin rrugën e pasionit, duke krijuar me dorë dhe zemër. Në çdo çokoladë saj ka më shumë se shije, ka histori, përkushtim dhe dashuri për artin. Nga Korça ajo na kujton se ëmbëlsirat më të mira janë ato që bëhen me shpirt.